Elisa Spiropali, pas shkarkimit nga posti ministres së jashtme dhe mungesës në seancën ku parlamenti votoi për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ka marrë vëmendje brenda rradhëve të Partisë Socialiste. Zërat e fundit bën të ditur se Spiropali kishte debate me kryeministrin Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar për të sqaruar situatën. Ligjvënësia socialiste ka përdorur rrjetet sociale duke deklaruar se heshtja e saj nuk është një shenjë mospërgjigjeje. Heshtja ime nuk është mungesë përgjigjeje, është një kufi i vendosur mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar, sepse në një kohë kur gjithçka kërkon të shpjegohet, rrezikojmë të humbasim kuptimin e vet përgjegjësisë. Ajo theksoi gjithashtu se mungesa e debatit nuk e zgjidh problemin, por krijon tension të padukshëm. Debati nuk shtuket, ai shtypet dhe kur shtypet nuk krijon qetësi, por grumbullim të padukshëm tensioni dhe pikërisht aty ku debati zvendçohet nga dakordësia e heshtur, meritokracia fillon të përmendet si parim, por nuk funksionon më si praktik, sepse ajo kërkon një drejtësi që nuk planon kompromise me rahatin e pushtetit. Spiropali nënvizon rëndësinë e respektit mbi rezultate duke theksuar: në këtë pikë politika përballet me një pyetje që nuk mund ta shmang. A jemi duke ndërtuar një sistem që prodhon përgjegjësi apo një sistem që e justifikon dhe riprodhon veten? Fitoria nuk merret, ajo provohet, meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja dhe kur largohesh mbetet respekti, jo vetëm rezultati. Spiropali e mbyll postimin duke thënë se në një moment kur gjithçka kërkon zë, heshtja bëhet forma më e fortë e fjalës.